Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë mbrëmjen e së mërkurës një garazh pallati në zonën e Spitalës në Durrës. Flakët e zjarrit u pikasën nga banorët e zonës në katin 0 të pallatit, i cili ndodhet pranë parkut të autobusëve. Në vendngjarje kanë ndërhyrë menjëherë 6 mjete zjarrfikse. Banorët e pallatit kanë dalë nga apartamentet e tyre duke përjetuar momente paniku. Aksesi drejt vatrës së zjarrit ka qenë i kufizuar për shkak të terrenit të vështirë. Për të mundësuar fikjen e plotë të zjarrit, fillimisht është kërkuar ndërhyrja me një mjet fadrom dhe mjete të tjera matrapik për të hapur rrugën drejt hapësirave të përfshira nga zjarri. 6 mjetet zjarrfikse bën të mundur fikjen e vatrës së zjarrit pasi u mësua aksesin e të. Policia nga ana tjetër ka siguruar një perimetër sigurie dhe nisi hetimet më pas për të zbardhur shkaqet e rënies së këtij zjarri. Sipas policisë, garazhi ku ra zjarri shërbente si një pikë magazinimi për pjesë këmbimesh për automjete, çka ka ndikuar në përhapjen me shpejtësi të flakëve. Për fat mirë, zjarri nuk shkaktoi persona të lënduar, por dëmet materiale mendohet të jenë të konsiderueshme.